Ndodhemi në katin e dytë të muzeut historik Fier. Ndodhemi në një kthyer në kohë. Tek dhoma maket e periudhës së komunizmit. Është një nga këto bufet që vendoseshin dikur në sot me quajmë sallone, po në kuzhinat tona, se kështu ishte sistemi. Sa kushton? 2 dhoma, një kuzhinë, apo një dhomë, një kuzhinë e apartamenteve. Kjo është duhet të bërë me porosi, por kanë qenë në mos gaboj, kanë pasur 2 çmime dhe quheshin bufet 12.000 lekëshe apo 15.000 lekëshe. Nisën diku të prodhoheshin në gjysmën e dytë të viteve 80. Diku nga vitet 86-87, punoheshin dhe në mënyrë artizanale, fshehurazi nga mjeshtrit marangoz apo zdrukthar, sepse një pjesë e tyre punonin në shtëpi. Punonin privatisht në shtëpi, pavarësisht se ishte ndaluar nga ligji, por e gjenin. Mundësinë, po. Atëre quajnë në thonjza me shoqëri. Po, me shoqëri. Po nën kuptoj që të gjithë vinin nga ndërmarrjet e ndryshme, nga pronësia shtetërore. Dhe pjesën tjetër, pastaj pjesa kryesore punoi nga ndërmarrjet industriale, të shërbimeve, po them. Për shembull në Fier, në qytetin e Fierit ne kemi pasur ndërmarrjen e përpunimit të drurit, e cila ka pas qendrën tek rruga e sotme, rruga Nureddin Aliu, që është rruga nga QTU-ja për tek ura e Gjanicës, përballë me ushqimoren, përballë me ndërmarrjen ushqimore në zonën industriale, dhe ata prodhonin, nëse do të flas për eksperiencën time, në 1988 e kemi bler një të tillë, ndërruam një të vjetër që ishte në shtëpi qysh nga vitet 70 dhe konsideroi demode atëre, dhe sot mendoj Artur që nëse do t'i kishim ruajtur, fare mirë mund t'i ofronim në muze. Dhe kjo ka një histori të tillë. Ka qenë bufeja dhe tryeza e pritjes së miqve, jo nuk e di, ka pasur dhe standard, edhe modeli i koltuqeve dhe kompleksi i koltuqeve kanë qenë të një qytetari fierak, i cili jeton dhe sot në moshën e tretë sot, ish ushtarak i ushtrisë shqiptare, siç ka qenë dhe babai juaj, nuk po e përdor si emër, po e ruaj anonimatin. I biri i tij e mori, jetonte në Zvicër, ka një gjeografi interesante, e mori për ta patur si kënd në shtëpinë e tij, për të patur si nostalgji nga periudha e kaluar. Dhe pastaj ja fali bashkisë së Fierit, e cila mundsoi muzeu. Domethënë ka bërë një ecejaken nga lagja ku banon familja e tij, nga lagja Apollonia, në Zvicër, dhe nga Zvicra përsëri në Fier dhe ndodhet në Muzeun Historik Fier.